Ergjys Rushita i akuzuari kryesor për vrasjen e një të moshuare në fshatin Polos të rrethit të Devollit nga burgu i Drenovës në Korçë, ku dhe aktualisht vuan dënimin, ka telefonuar nga kabina e burgut në News 24 duke apeluar për rihapjen e hetimeve, duke pretenduar se është dënuar me të padrejtë nga gjykata. Sipas tij, ai dhe shokët e tij në atë kohë janë dënuar nga policia për të pranuar krimin. Kanë mushtruar 24 orë dhunë pa pushim. Derisa e pranuam. Pra, ti je dënuar vetëm sepse në kushtet e dhunës, sipas gjithmonë pretendimit tënd, vlen theksohet kjo, ti ke pranuar krimin dhe nuk ka patur as edhe një lloj hetimi tjetër nëse le themi gjurmët e grishtrimit të tij. Jo, gjurma gishtash, shenja të tjera, jo, nuk ka patur fare për mua. As për dy shokët e tjerë që jam unë në çështje. Por pavarësisht kësaj, në gjykatë ata nuk kanë deklaruar asnjëherë se janë autor të ngjarjes së rëndë. 21 vjeçari hedh dyshime të forta se autori i krimit është një tjetër person dhe për këtë ai i kërkon drejtësisë të zbardhë të vërtetën. Ai ka ardhur këtu para një javë, mos gaboj, nuk e di mirë. Edhe i thashun ti ke vrarë plakin, i thashun ndërsa unë po bëj burgun tënd. Edhe ofendova rënd keq fare, ndërsa ai u inatos shumë, edhe më thot mua mirë e bëra, thotën do të vras dhe ty në thot mua, unë një muj burg kam edhe të ikim thot mua, kurse ty dhe bësh burgun tim. Personi që ti pretendon se është autori i kësaj ngjarje, pse ndodhet në të njëjtin burg me ty? Se ka bërë një vepër tjetër penale për vjedhjen, duke nuk e di mirë. Mund t'ja thuash emrin? Po, Festim Skerma. Ke një apel Ergjys për të bërë? Unë kërkoj tretësi nga shteti se jam i pafajshëm vërtet. Edhe prindrit e 21 vjeçarit kundërshtojnë me forcë vendimet e gjykatave, duke mohuar se djali i tyre është autori i ngjarjes. Kërkoj që kjo çështje të rihapet edhe një herë, të gjendet autori i vërtetë i atij krimi që ka ndodhur. Të zhvaroset edhe trupi i asaj. Të gjendet dhuna, shenjat e dhunës. I bëj thirrje që djali im është i pafajshëm. Herë më marrë me dhunë, me drut, edhe më thoshin pranoje se e ke bërti. Nga ana tjetër, i kontaktuar nga News 24, avokati mbrojtës i 3 të rinjve Nevzat Tarelli ka pohuar se aktualisht dosja është depozituar në gjykatën e lartë, duke kërkuar pafajësi për 3 të rinjt. Ngjarja e rëndë u regjistrua në 31 tetor të vitit 2011, ku sipas policisë 86 vjeçaria Emine Rota u gjetë vrarë me sende të forta në banesë gjatë një tentative grabitje. Policia një ditë më vonë vuri në pranga 3 të rinj si autor të ngjarjes, pikërisht Ergjys Rushita, Tauland Muka dhe Michael K, ndërsa dërgoi dhe një herë të rinj në vendin e ngjarjes, që sipas policisë do të tregonin krimin e kryer.